Ambasada amerikane në një njoftim zyrtar ka ngritur alarmin për një sulm të mundshëm iranian ndaj Shqipërisë dhe për këtë arsye ka njoftuar gjithë shtetasit amerikanë që banojnë territorin ton që të bëjnë kujdes për sa i përket rrethinave ku janë strehuar iranianët. Dhe nëse një sulm i tillë ndodh, ne si shtet a kemi kapacitetin për të mbrojtur? A ndihet Shqipëria e rrezikuar nga Irani? Kjo dhe shumë të tjera na ndiqnin në Vox Pop. Jo, s'kam. Unë s'kam frikë pare, du të di pare. Jo, që po ikë, se vrame. Po të është njësoj për gjithë. Qa frikë? Pse ti ke frikë? Po pa tjetër që ndihem, po ndëgjo. Është fatkesi e komit planetin përgjithësi që pushtetin e mori ky Trumpi. Unë mendoj se nuk jemi të rrezikuar. Jemi pjesëtar të NATO-s dhe është në strategjinë e vetë NATO-s edhe mbrojtja jonë krahasuar me vend, ashtu se me vendet e tjera. Shqipërinë e ka përgdhel natyra, po e ka dënuar historia. Tani nuk do të bëj filozofi historike, e kupton 13-ta biles ngjo, se po dal çik jashtë temës. Ti njerë thua që nuk kam kulturë politike, po pastaj bën një argumentim shumë të mirë. Nëse për të treguar modest. Shqipëria është në NATO, është mbuluar, është mbyllur. A ju vetë personalisht nuk keni frikë nga kjo? Jo. E quaj normale dhe njoftimet që bëhen janë normale, sepse gjithsesi çdo paralajmërim është një alarm për masat shtuara. Nëse ndodh një sulm në Shqipëri, Shqipëria me çfarë do mbrohet? Shqipëria me kallashe? Ka gjorë Shqipëria? Ne na mbron NATO. Ne jemi në NATO. Nëse një shtet i NATO-s goditet nga Irani, NATO do hidhet. S'ka si lloj mbrojtje këtu, këto ishin bazuke NATO. NATO i vuni pikë pyetje djej. Do na mbroj NATO. Po kush? Dinë tjetër. Është NATO Shqipëria. Ne vet kemi kështu. Po nuk ke, po them të njëherë. Ne jemi të pambrojtur se s'na mbron shteti. Ai nuk ka shans të jedhi raketat është mbyllur. Ti vet me çfarë do mbrohesh? Absolutisht, mesë gjë, absolutisht. Nuk ka shans Irani. Ta dhe me NATO. Thota që mbrojemi nga NATO, shikoj një shtet që nuk ka një ushtri të konsoliduar e ke parasysh. Është i pambrojtur, e kupton, nga NATO. Nuk kam besim edhe ke NATO nuk kam. Europa është përfaqësia e dytë në të gjithë botën. Në ana tjetër, ne i mbështetëm Amerikën që Irani është shtet terrorist. Unë nxiton për i herë ta fal. Për mendimin tim. Si ka muzikë ta gjithmonë nxiton, mirë. Jo, Gardën patjetër që është terroriste. Mund ta shoh, por ç'pun kemi gjithë shtetit. Tani për punën e frikës, po patjetër që kanë frikë. Se ky Shalgjati, ç'deshi që i mori këta iranianët 3500 se janë këtu. Pse si mori Franca, Zvicra, Gjermania, Itali, po i mori ky? Di shumë, por nuk mund të flas në kuptimin e sekretit e këtyne. S'na duhet sekret. Jo, kam lëviz e kuptoj. Kam marrë pjesë në prodhimin e hartës sekrete. Shumë gabim, ç'pun kemi ne me Iranin? E di ku ndodhet Irani me Shqipërinë? Qofse di gjeografinë. Ashtu. S'na lidhje me Iranin. Po nuk du me folë sepse unë kam gjithë sekreta që nuk ja tregoj edhe vllajt tim që kemi qenë me i vend punë. Trump me sa kuptojnë, ai ka vendosur unin e vlla, nuk unin. Domethënë nuk pyet njeri, bën vetëm ndërstrim ligji. Unë me të gjitha do bëj si të ndoj qefi. Jo, është keq fare, po të llogaritësh kështu. Është keq. Ti vetë me si do mbrohesh nëse ndodh një luftë? Nëse ekzistojnë ato lloj raketash të Iranit, ai ta drejtohet këtu. Në qoftë se ekzistojnë. Se po do edhe unë, i bëjnë çik reklam shumë. Ushtria jonë është me NATO-n. Në qoftë se një shtet i NATO-s nga Irani kërcënohet, NATO vepron. Apo na godas. Po ai do merret vetë e punë, do vi nga deti, ç'a do vi? Jo, Irani ka probleme më kardinale se sa në lidhje me problemin e Shqipërisë, kupton? Po them se nga që atje janë një grup njerëzish që janë kundra qeverisë, them se edhe mund ta bëj, mund ta lëshoj një karamele atje. Sa bllokua ajo ngushtica e Hormuzit atje, për 24 orë këtu rrit nafta. Kur rrit nafta s'kishte ardhur për 24 orë andej. Që? A mendon se do ulet ndonjëherë? Asnjëherë. Vetëm do ngrihen çdo gjë. Çdo gjë që nga karburanti edhe të gjitha me radhë. Edhe një pyetje tjetër nëse ti mundesh. Ambasada amerikane ka bërë një njoftim për gjithë shtetasit e saj që jetojnë në Shqipëri për një sulm të mundshëm nga Irani. Kam dëgjuar. Jeni friksuar?
Edhe po dhe jo. Shqipëria ka mundësi që të mbrohet nëse sulmohet? Se besoj të sulmohet, është vetëm friksim. Vetëm friksim. Vetëm friksim. Se na friksojnë këta? Na frikson shtetin, na friksojnë. Thanë që do rritet karburanti e rritën. Tani po thonë që do vi lufta. Ku do ruhemi ne? Do ikim ndaj. Do flim ju, do bëjmë ne dhe hamë në skene do kene me hungri çapuk. A mon pa i zotit. Po një koment për rritjen e çmimit të karburantit. Këto është politika e shtetit. Politika e shtetit si vepron. Inteligjenca e popullit asnjëherë s'do vitet, as nga opozita, as nga majoranca. Do dalë vërteta. Dalë. Po. Respekte. Si që Sa të ngjashma, ku të shkoj unë mo? çmimi i naftës vetëm rritet, taksat rriten. Nuk du me pol gjatë, po është pa i këtyre. E ati gjatë, që me i firmë ka një $700,000 me i pronë. Me i firmë të ati kur që kryetar bashkie. Nuk kam qa flasme. Ti e kuptoj, është hasëm detyrimisht për mu, edhe vepron nërse. Vepron komplet kundra ligjit. Ne si qytetar, çfarë duhet bëjmë që Qa do bosh më s'keqat bosh fare, as ti as unë as kërkush. është kudo në botë, s'kemi si shmangemi dot. Ulja akcizës besoj do stabilizoj diçka. si ka mundësi që këto vetëm e rrisin atë TVSH-n ose taksën e qarkullimit dhe nuk e ulin ndonjëherë. Biznesmenët e ri gjithmonë bëjnë gafa të tilla sepse kërkojnë të arrijnë për një ditë atë që kanë në mendje, por nuk pasurohesh dot për një ditë. Secili prej nesh domethënë e ka këtë mani për të pasuruar shumë shpejt, por shteti në këtë rast çfarë duhet të bëjë? Shteti është amortizatori, ja uli, domethënë akcizën, merr masat e tjera, domethënë për të lehtësuar, Po ndodh kjo me rastin e naftës? por nuk e di se është shumë shpejt. Domethënë dje ul, domethënë akciza, mbase do jap efektet e vet. Respekte, faleminderit. Gjithashtu. Nuk jam shofer. Do ulet ndonjëherë apo jo? Jo, a? Jam komisar. Unë kom qenë atëherë në ushtri, ka ushtria jonë ka qenë Ndaj ju pyes sepse më thej që kam qenë pjesë e forcave ushtarake. Po. Ndaj na duhet një panoramë para. Më mirë se ju s'mund ta bëjnë njëri tjetër një panoramë, nuk na nevojiten sekrete, thjesht një tërësi për shembull, unë si i ri për shembull, nëse ndodh një luftë, ti ça sugjerimesh mund të më japësh mua, si mund të mbrohemi etj etj. Pra gjëra të tilla të përgjithshme që pa prekur sekretin tuaj. Ska si lloj mbrojtje këtu, këto ishin bazuke NATO. NATO i vuni pikpyetje djej. Tani që duhet Amerikës dhe Izraelit për një shtet sovran? Është shtet sovran, Irani ka strategjinë e vetë ekonomike, politike, e ligjëruar në maske populli, ka votëruar populli kaq. Që duhet aty? Ka një domethënie të madhe kjo. Është një smundje globale faktikisht. Edhe kjo lidhet me Iranin? Po patjetër. Ore, bllokimi i Hormuzit si e ka ajo, e kupton, është një defekt për gjithë planetin. Se 25% të gjithë karburantit kalon në gjin e Hormuzit. Është disfat për gjithë kombet. Është fatkeqësi për gjithë kombet. Fenomeni që ndodh në Shqipëri është që sapo bllokua ngushtica e Hormuzit, për 24 orë këtu në Shqipëri u rrit karburanti. Në momentin që duhet të vijë dhe të ulet çmimi ose taksa e qarkullimit që këta e shesin që ne kemi taksën e qarkullimit që e paguajmë për litër naftë etj, këtu te ne nuk ulet. Pra për 24 orë u ngrit, tani do 2-3 muaj që të ulet. Se s'duhet dhe të bezdis, po për respekt do t'ja përgjigje. Me asa ai se kuptoj, kupton? Se unë jam njëri pa kulturë politike, jam qytetar thjesht se gjithë qytet. Po do të them diçka. Kjo nuk është kulturë politike, kjo është kulturë e xhepit, sepse nëse rritet karburanti ne na rriten gjitha çmimet, sepse gjitha çmimet që ne konsumojmë me anë të naftës qarkullojnë. Dy llafe. Shqipërinë e ka përgdhel natyra, po e ka dënuar historia. Tani nuk do të bëj filozofi historike, e kupton 13-ta biles ngjo, se po dal çik jashtë temës. Jo, ti njëherë thua që nuk kam kulturë politike, po pastaj bën një argumentim shumë të mirë. Nëse për të treguar modest.